Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hektor Binishi për te mjekësisë. Teleshikues të nderuar miq të emisionit Med Plus, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në emision. Gjatë jetës shumë nga ne mund të përballemi me domosdoshmërinë për transfuzion gjakut, dhe në këto raste gjaku i dhuruar bëhet jetik dhe i pazëvendësueshëm. Dhurimi i gjakut është një nga aktet më vetmohuese, por njëkohësisht edhe më vitale që njerëzit mund të kryejnë për të shpëtuar jetë. Te fundit, Ana Frank ka deklaruar se askush nuk është bërë ndonjëherë i varfër duke dhënë. Tani ne kemi fatin që më në fund Gjakov ka specializuar edhe një doktoresh e cila mirët edhe e cila është specialiste për transfuzion të gjakut. Për deklarona se kemi fatin parasysh se për një kohë gjatë Gjakova e ka plotësuar këtë boshllëk me ekspertë të cilët kanë ardhur prej komunave tjera dhe të cilët padyshim që nuk kanë mundur me qenë mbase edhe aq të përkushtuar sikurse që do të jetë doktoresha apo mësafiras e jonë e cila sonte ka ardhur në studio. Mirëmbrëma doktoresha Dafina dhe mirë se erdhët në emision. Edhe herë pra doktoresha Dafina Gecaj Nikol Bibaj është specialiste e transfuzionit. Tani unë kisha pas dëshirë të flasim pak më gjatë për procedurat, për rëndësinë e dhurimit gjakut, për procedurat e transfuzionit, gjitha ato të cilat deri tani nuk kemi mundur t'i trajtojmë në emisionin tonë për arsye mungesës së një mysafiri ose mysafire eksperte në këtë lami. Atëherë doktoresha Dafina dhe një shumë faleminderit për kohën që keni gjetë më ardhur në emisionin tonë dhe njëherë ju uroj specializimin dhe shpresoj që do t'ju shkon në barë sikurse edhe specializimi juaj. Po faleminderit doktor, mirë se ju gjej, faleminderit shumë për ftesën. Është kënaqësia jonë. Doktoresh, pak një prezantim të shkurtër për publikun, për prezantimin e juaj. Unë jam doktoresha Dafina Gecaj Nikol Bibaj, specialiste transfuziologe. Doktoresh, deri më tani asnjë laborator në botë nuk ka arritur ende të krijojë një zëvendësues artificial për gjakun e njerëzve që ka bën dhurimin e gjakut edhe më shumë të rëndësishëm. Kohët e fundit, shkrimet e fundit tregojnë që një laborator i madh në Kinë ka filluar ose është në përfundim të hulumtimeve për të cilat unë kam dyshime shumë të mëdha. Po t'ju sqarojmë publikut fillimisht se çka është transfuzioni i gjakut dhe pse bëhet. Po, atëherë transfuzioni i gjakut është procedurë me të cilën bëhet dhurimi i gjakut. Do të thotë, procedurë që në momentin që vjen dhuruesi i gjakut, dhuron gjak, edhe deri në përfundimin e të gjitha procedurave të gjakut që bëhen në QKKTG dhe në të gjitha regionet, do të thotë në qytete të tjera, duke nisë prej kontrollës së dhuruesit, domethënë pranimin, identifikimin, mandej marrjen e gjakut, mostrës së gjakut për hulumtimet matutjeshme, domethënë për testimet që kryen për të gjitha dozat e gjakut që mirren nga dhuruesit, e deri në atë moment që ajo dozë e gjakut shkon tek marrësi, domethënë deri tek pacienti. Doktoresh, për specifikat e matutjeshme rreth procedura do të flasim më vonë, po ideja që dikush duhet dhuron gjak ose të merr gjak nganjëherë din me qenë si e frikshme, po nuk është mbase edhe ashtu. Na tregoni se sa është i sigurt për kjo procedurë. Procedura e dhurimit të gjakut në transfuzionin e gjakut në QKKTG dhe në të gjitha qendrat që e lartësej ka është shumë i sigurt, sepse këtu domethënë është ekipa profesionale e transfuziologëve që mirret me dhuruesin e gjakut edhe me gjakun
që të jetë sa më i sigurt edhe sa më cilësor, në mënyrë që na vërtet ta bëjmë shpëtimin e jetës së pacientit e jo të shkaktojmë problemet e matutjeshme. Doktoresh, po gjaku i ka disa përbërës, na tregoni cilët janë ata përbërës cilët miren apo dhurohen gjatë procesit të dhurimit gjakut ose transfusionit. Gjaku i ka edhe produktet e veta, të cilat varësisht nga diagnoza e pacientit edhe kërkesa që bëhet në qendrën e transfuzionit të gjakut nga klinicist të ndryshëm, duke pas parasysh që dihet që domethënë të gjitha dozat e gjakut dhe produktet e gjakut me kërkesat të gjitha spitaleve, qoftë shtetërore edhe private, mbolohen me shumë, domethënë, sukses nga transfuzioni i gjakut, kështu që këto janë gjaku dhe produktet e gjakut, duke nisë prej gjakut e plot apo gjakut e fresket, plazma e fresket e ngrirë, eritrocitet e koncentruara, eritrocitet e lara, trombocitet e kështu me radhë. Doktoresh, sa kam kuptuar në fillim procedurës transfuzionit gjakut, duhet përcaktohet spori grupi i gjakut dhe mandej duhet bëhet përshtatja e grupit gjakut me dhënësin dhe marrësin. Na tregoni pak më shumë pse është kaq e rëndësishme dhe çka është roli i testit cross-match. Atëherë, të gjitha procedurat që thash të dhuruesit të gjakut bëhen në qendrën e transfuzionit të gjakut, duke nisë prej identifikimit, prej marrjes së përgjithshme, domethënë dhëna dhuruesit, mandej patjetër që duhet bërë grupën e gjakut ABO, RH faktorët, antitrupat irregular që mund të jenë të mundshëm, domethënë që në këtë mënyrë na vërtet të kemi sukses sa i përket mjekimit të pacientit edhe mos të kemi interaksione apo mos përputhje mes grupeve të gjakut. Gjithmonë përcaktohet grupi ABO i dhënësit, RH-ja, antitrupat e ndryshëm edhe po ashtu edhe tek marrësit, në mënyrë që t'i parandalojmë interaksionet apo matutjeshme që mund të jenë me të lehta dhe deri me fatale. Doktoresh, unë përmenda që ka kohë që nga Komuna e Gjakovës nuk kemi specialist lamis juaj. Doktoresh Amilat ka qenë në fundit sa më kujtohet dhe pas daljes saj në pension e përmenda që kanë orë dhe kanë shku dhe kolegët juaj të ndryshëm, unë shumë shpresoj që nga qershori, domethënë nga ky muaj ku jemi na tani ju veç do ta organizoni dhe do të filloni punën në akord me ekspertizën e juaj, po ta dëshirë të kuptojmë pak më shumë për testet që kryen në përgjithësi për të siguruar cilëtetin dhe sigurinë e gjakut, do thotë në nivel vendi, po edhe në spitalin tonë regional. Patjetër. Të gjitha dozat e gjakut që mirën testohen edhe përpunohen në nivel ndërkombëtar, edhe me një aparaturë shumë të mirë që e kemi edhe në QKKTG Prishtinë edhe në të gjitha qendrat e tjera. Këto të gjitha testet paraprakit që bëhen para se me marrë dozën e gjakut apo produkteve të gjakut marrësi apo pacienti janë nat testimi që është shumë i rëndësishëm. Kjo procedurë domethënë zgjat tikon deri në 2 orë edhe identifikon domethënë viruset apo parazitet apo ndonjë infeksion që në fillim domethënë shumë shpejt 2 javët e para të infeksionit. Mandej testimet tjera janë që shumë të rëndësishme dhe vazhdimisht që bëhen, patjetër, domethënë për HIV, AIDS, mandej hepatitin B apo HBS antigenin, hepatitin C, sifilisin, citomegalovirus e kështu me radhë. Mirë, doktoresh, do thotë këto janë teste me një, domethënë, ndjeshmëri shumë të madhe, do thotë, që shumë vështirë mund të ndodhë që të kalon ndonjë infekcion pa u diktuar nga këto teste, që është një lajm shumë i mirë për gjithë ne. Përmes këtyre teste
do të thot siguria e gjakut edhe produkteve të gjakut është maksimale. Nuk ndodh asnjëherë që të përcillet ndonjëra prej këtyre që i cekem smundje tek marsi, që gjithmonë i bëjmë të gjitha këto testet paraprake. Do të thotë që siguria e pacientit është 100% maksimale. Ndodh ndonjëherë që gjatë dhurimit të gjakut që vinë qoftë dhurus familjar apo qoftë dhurus vullnetar të dhurojnë gjak, edhe në momentin që mundet me ndodh që domethënë ndonjërin prej këtyre testeve të jetë pozitiv dhurusi, na menjëherë e ndalojmë dhënien e asaj doze, edhe natyrisht që në mënyrë konfidenciale e njoftojmë edhe dhurusin, në mënyrë që ai me bë kontrollat me tutjeshme dhe me marrë mjekimin adekuat. Por gjithmonë kjo mbetet konfidenciale mes transfuziologëve dhe dhurusit të gjakut. Kështu që marrja e gjakut është shumë e sigurt. Ky lejm shumë i mirë. Doktoresh, ju e keni sjell një video, kërkoj nga regjia na prezanton videon. Ku është prezantuar shkurtimisht se si është procedura, si monitorohet dhurusi, cilat janë procedurat që duhet të kalohen dhe si realizohet kjo procedura dhënies së gjakut apo dhërimit të gjakut. Po, këtu është do thot doza e gjakut, dhurusi, e dim që gjaku është një end apo një lëng shumë e rëndësishëm që luan rol të rëndësishëm në organizmin dhe shëndetin e njerëzit, sikurse të gjitha endet dhe organet tjera. Domethënë kuadër të gjakut kemi trombocite, leukocite, eritrocite. Këto është do të thotë një procedurë paraprake që bëhet gjithmonë në transfuzionin e gjakut, në momentin që vjen dhurusi i gjakut, domethënë bëhet pranimi, kontrollimi, marrja e dozës së gjakut. Kjo është një shembull po, shembull për shembull dhëna të përgjithshme gjithmonë në procedurat që i kryjmë në QKKTG dhe gjitha qendra tjera regionale janë në bazë të sistemit. Njëherë regjistrohet dhurusi dhe ai mbetet gjithmonë në sistem, kështu që e sidomos dhurust vullnetar që edhe pajisen me kartela të dhurimit të gjakut. Doktoresh, pra edhe ta sqarojmë, nëse vje për herë të parë një dhurus i gjakut, ai pajiset me një kartel dhe ku shkruan se sa herë sa herë ka dhënë gjakun, apo më mirë themi e ka dhuru gjakun, dhe në këtë mënyrë edhe ai mund të dëshmon për ndonjë institucion tjetër nëse ka nevojë, për benefitet e dhurimit të gjakut do të flasim pak më vonë. Dëgjoj, doktor, të gjithë dhurusit që paraqiten, qoftë familjar, vullnetar, autolog ose domethënë në mënyra tjera, të gjithë regjistrohen dhe mbeten në sistem, por pajisen me kartela të gjithë dhurusit vullnetar, sepse ata kanë benefite më të mëdha. E kuptoj. Për të cilat do të flasim pak më vonë. Doktoresh, ka raste pacientët tregojnë ose njerëzit tregojnë që kanë disa shqetësime gjatë procedurës dhënies së gjakut ose dhurimit të gjakut, cilat janë ato shqetësimet më të shpeshta që mund me ndodh gjatë kësaj procedure? Shqetësimet më të shpeshta që mund të ndodhin, edhe pse nuk janë shumë të shpeshta, ato janë minimale, sepse vërtet ekipa e transfuzionit të gjakut është ekip profesionale dhe shumë e kujdesshme, kështu që të gjithë dhurusit që paraqiten në transfuzionin e gjakut ndihen shumë mirë dhe vinë me një vullnet shumë të mirë, me dhuru gjak, me shpëtu jetë. Mirë po, normalisht që dhe aty mund të kemi ndonjë komplikim të mundshëm. Komplikimet më të shpeshta që janë komplikimet sistemike, për shembull reaksioni vazovagal, që është pak më i shpesht, 2-5%, ndërsa komplikimet tjera janë me përqindje minimale. Mirë po, nuk ka ndodhur asnjëherë në historinë e njerëzimit, as në botë që të ndodh, do thotë të ndodh dikush të vdes prej dhurimit të gjakut.
Do thotë që të gjithë kalojnë shumë mirë, edhe ndihen mirë, mandej mundën me qenë angina, fistula arteriovenoze, reaksione më të lehta, si për shembull hematoma, irritimi, alergjia, kështu me radhë. Po këto mund të ndodhen edhe gjatë infuzioneve. Po pra, patjetër. Por me kujdesin maksimal që e kanë ekspertët e transfuzionit të gjakut, këto nuk paraqiten fare ose janë minimale, do thot, sa i përket dhënies së gjakut apo tek dhëruesi që paraqiten. Doktoresha, në popull ekziston një dilemë se sa shpesh në mënyrë të sigurt mund të dhurohet gjaku. Dikush mendon 6 muaj, çdo 6 muaj, një herë në vjet, po si duket nuk është ashtu. Na tregonin. Dhurimi i gjakut normalisht që bëhet nga persona të shëndetshëm, vullnet mirë, që ndihen mirë psikikisht, fizikisht. Po këtu normalisht që e kemi një rregull, për shembull tek femrat ose femrat kanë të drejtë të dhurojnë gjak çdo 4 muaj, ndërsa mashkujt çdo 3 muaj pa kurfar problemi. Bile kemi shumë dhurues vullnetar që paraqiten me datë, do thot menjëherë si e bojnë atë datën që e kanë caktuar me çdo 3 muaj ose çdo 4 muaj, paraqiten me dhuru gjak vullnetarisht. Edhe kjo është vërtet kënaqësi, sepse duhet që sa më shumë me rrit numrin e dhuruesve vullnetar, edhe kemi sukses, do të thotë sa i përket dhuruesve vullnetar, sepse sipas statistikave prej 2017 deri në 2024 veç po rritet numri i dhuruesve vullnetar, kështu që normalisht që pacienti nuk duhet ta pret gjakun, por gjaku duhet ta pret pacientin për me shpëtu jetë. Kjo do të ishte ideale edhe pse do të shohim se jo gjithmonë është lehtë të arrihet. Për këtë është shumë e rëndësishme apeli juaj edhe prezenca juaj në këtë emision që të apelojmë së bashku të njerëz të vullnetit mirë edhe të shëndetit mirë që të dhurojnë sa më shumë gjak, sepse te fundit është një veprim i cili është shumë jetik për ata të cilët kanë nevojë. Asnjëherë nuk mund ta dim sigur se kush është ai ose ajo e cila ka nevojë për marrjen e gjakut. Simas informatave ju që e keni, cila grupe gjakut është më rralla apo cila kërkohet më shumëti? Atëherë, duke pas parasysh se në përgjithësi, domethënë në Kosovë dhe tek shqiptarët grupa e gjakut më shpesh është zero pozitiv, edhe është grupa më e kërkuar, zero pozitiv, edhe do me thonë zero pozitiv është dhënës universal, është shumë i rëndësishme me pas stokun e transfuzionit të gjakut, mirë po, pa tjetër që duhet me pas edhe rezervat të zero negativit, për arsye që zero negativ është marrës universal. Edhe kështu që normalisht na pas të grupet e gjakut edhe erhas shkojmë grup për dhënësin dhe marsin, por në mungesë të grupeve, domethënë adekuate, atëherë është shumë e rëndësishme pas edhe zero pozitiv në stokin e transfuzionit të gjakut, por edhe zero negativ. Dhënësin universal edhe marsin universal. Doktoresha, ka ndodhur ndonjëherë sipas përvojës juaj që dikush ka pas nevojë imediate për marrje të gjakut edhe s'ka pas gjak të mjaftueshëm për atë person? Ndëgjoj, zakonisht në stokun e QKKTG-s dhe të gjitha qendra regionale kemi gjak, sepse bëhet një punë fenomenale në transfuzionit të gjakut në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, normalisht prej menaxhimit të transfuzionit të gjakut, transfuziologëve, ekipes, domethënë teknikëve që punojnë, bëhet një punë fenomenale, vazhdimisht kemi dhurues, qendra e transfuzionit të gjakut në Prishtinë dhe të gjitha qendra tjera punojnë pa ndërprerje, marrin dhurues, domethënë në mënyrë që të kemë rezervat e gjakut, duke filluar prej orës 8 deri në 7 mbrëmje ose edhe në 8 mbrëmje. Mirë po ndodh që nga një herë të kemi edhe sfida, kemi mungesë të grupeve të gjakut, për atë arsye është mirë me dhuru gjak, sepse kur nuk e dihet
kur ka nevojë njeriu për gjak, sot jemi, domethënë mund të jemi dhurus, por nesër pacienta. Patjetër. Që si shpjegojmë shikuesve se çka do të thotë QKKTG, doktoresh. QKKTG, Qendra Klinike Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut. Do thotë ajo menaxhon gjitha qendrat tjera Po, në nivel vendi. Do thotë Qendra Kombëtare Klinike e Transfuzionit të Gjakut, Prishtinë, bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, do thotë është si një shtëpi me qendrat tjera regionale, qytetet tjera, që vazhdimisht bashkëpunojnë, edhe kjo ka shumë rëndësi se ndodh kur ka mungesë të grupeve të gjakut në Prishtinë ose në qendra tjera, në qytete tjera, kështu që përmes bashkëpunimit mundohem maksimum që mos me mbet pacienti pa gjak apo produktet e gjakut, gjithmonë e dhajmë maksimumin me i bën zgjidhje pacientit marrësit. Doktoresh, ju jeni mjaft aktiv, po mendoj si specializim, si shërbim, dhe shpesh organizoni aksione për grumbullimin e gjakut në nivel vendi, shkoni nëpër shkolla, institucione të ndryshme, polici, FSK, qendra mjekësisë familjare të tjera, se besoj që është punë e lehtë, po ju jeni shumë të motivuar për mi zhvillu këto. Na tregoni pak a shumë sa janë të rëndësishme dhe sa janë të efektshme këto aksione. Po, aksionet e dhurimit të gjakut përveç domethënë transfuzion që bën vazhdimisht që shëtësejka prej orës 8 deri në 7-8 mbrëmjes, gjithmonë organizohen edhe aksionet të dhurimit të gjakut, edhe ndodh ka 2-3 aksione në ditë që organizohen, bashkëpunim siç thënë me Ministrinë e Shëndetësisë, menaxhimin e transfuzionit të gjakut dhe të gjithë transfuziologëve dhe punëtorës, domethënë ekipes punëtore të transfuzionit, organizohen aksione vazhdueshme, jo vetëm ditë vetë javës, por edhe në vikende. Vazhdimisht kemi aksione dhurimit të gjakut, duke nisë prej policisë, FSK-s, shkollave, universiteteve, fshatrave të ndryshme, e kohëve të fundit që është shumë kënaqësi edhe me i falendru, organizohen shpesh edhe në për xhamia edhe në për kisha aksionet e dhurimit të gjakut, edhe të gjithë i përgjigjen shumë mirë pozitivisht këtyre aksione. Çka na jemi falendrues pafund, sepse të gjithë duhet të kontribuojmë për domethënë në këtë aspekt që pacientin ta shpëtojmë me dozën e gjakut dhe produktet e gjakut. Doktoresh, është shumë për të vlerësuar angazhimi tërë edhe juaj, po mbase kishte më qenë mirë edhe në parlament më shku, se kështu ashtu ata nuk janë që na kryen do punë tjetër, se t'ju shohim hajrin që thojnë në popull bili për diçka. Mirë, kjo është ndoshta ndonjë temë tjetër. Sa zgjat dhurimi i gjakut? Doktoresh, se dikush mendon që me orë tona, po si duket nuk është ashtu. Dhurimi i gjakut zgjat shumë pak. Mirë po, në momentin që dhuruesi hyn në qendrën e transfuzionit, normalisht që siç e thënë më herët, merr pak kohë, është regjistrimi, identifikimi i dhuruesit, kontrolla vazhdueshme që bëhet prej transfuziologëve, mandej punktimi përmes venes që bëhet për marrjen e gjakut. Mirë po, procedura si procedurë, do thot vetëm marrja e dozës së gjakut, se zakonisht aty pak e kanë atë fobin dhuruesit edhe ngurrojnë se mendojnë që edhe shumë kohë ju marrim, zgjat shumë pak, 8 deri në 12 minuta. Veç kaq. Vetëm kaq zgjat. Shumë shkurt, shumë shkurt. Edhe zakonisht të gjithë dhuruesit që vinë aty, ju thash ndihen shumë mirë, janë shumë falendërues, edhe nga ana jon, po edhe na patjetër, sepse pa dhurues nuk kemi gjak, edhe produktet e gjakut. Patjetër. Ne kemi një foto, në fakt 2 foto të cilat i keni sjell ju, ku na ilustrojnë, kjo është për Amerikë, po supozoj se diçka është e ngjashme edhe te ne, se
gjaku i dhuruar ku shkon, cilat janë ato gjende të cilat mas shumë të kërkojnë marrë gjakut? Po, gjakët dhe produktet e gjakut mes shumë të kërkojnë duke nisë prej rasteve emergjente, domethënë aksidentet e ndryshme që janë në rritje, edhe zakonisht këto është një sfidë shumë e madhe kur ndodhin këto aksidente ose traumat ndryshme, sepse ndodh, unë për shembull gjatë kujdestarive që i kam mbajt 4 vite të periudhës së specializimit, ka ndodh gjatë një aksidenti të kërkojnë klinicistët apo prej emergjencës edhe deri në 30 ose deri në 40 doza gjak. Mirë po, përveç këtyre rast, do të thonë aksidentet, traumat edhe emergjencës, vazhdimisht janë që kërkojnë gjak edhe reparti hematologjisë, ortopedia, kardiokirurgjia, për pacientat me smundje tumorale që vazhdimisht ka kërkesa kur nuk ndalen, e kështu me radhë. Mandej ginekologjia, pediatria, kështu me radhë. Edhe një foto keni sjellë nëse bën energjia. Shënime pra Amerikës, doktoresh, thotë një në 4, çdo 4-5 person, ose një në 4 persona brenda jetës së tyre s'poku një herë kanë nevojë për marrë gjakut, që është mjaft e shpeshtë. Në Amerikë çdo 2 sekonda dikush ka nevojë për gjak. Dhe vetëm 10% në Amerikë i japin gjak për popullatës që kanë mundësi me dhënë gjak. Unë kam lexuar që në vitin 2024, nëse s'gaboj, numri i dhuruesve vullnetar të gjakut ka rritur rreth 30.000 në nivel vendi. Na tregoni për komunën tonë si qëndron situata. Për fat të mirë, siç e cek edhe ti, edhe në bazë statistikave të fundit që janë bërë prej vitit 2017 deri në 2024, veç kanë fillu, domethënë të rritet numri i dhuruesve vullnetar, çka ajo na intereson më së shumti, sepse dim që dhuruesit vullnetar janë plotësisht shëndetshëm, ata i kryejnë të gjitha kontrollat, domethënë rregullisht çdo 3 muaj ose çdo 4 muaj që dhurojnë gjak, mandej nuk e kanë atë domethënë ndjenjen e frikës apo fobisë, për dallim prej dhuruesve familjar që zakonisht janë shumë të lodhur, shumë stresuar, të mërzitur nga pacientët, domethënë familjarë që i kanë të shtruar në klinikat e ndryshme. Sa i përket qytetit ton, prap ka fillu me u rrit numri i dhuruesve vullnetar, është dikun deri në 20%, mirë po shpresoj që shumë shpejt të rritet ky numër, sepse vërtet ka rëndësi dhe ka nevojë sa më shumë të rritet numri i dhuruesve vullnetar. Do thotë rritja për këtë periudhë që përmendet është shumë e vërtet që ka qenë një rritje e konsiderueshme. Në radhë të parë kujtoj unë të falenderoj angazhimit juaj si shërbim, si qendër klinike kombëtare të transfuzionit të gjakut, spitaleve regionale e tjera, gjithë profesionistëve të fushës, edhe patjetër falënderimi kryesor i shkon atë në të cilët një vullnetori edhe dhurojnë gjak. E përmendet qendrën klinike apo transfuzionit të gjakut, që është maja e hierarkisë. Na tregoni pak a shumë si është organizuar në përgjithësi transfuzioni i gjakut në nivel vendit, orarët e punës në të transfuzionit si janë në spitalin regional, që njerëz ta dinë se kur kishin mund me ardhë që të dhurojnë mënyrë vullnetare gjak. Në qendrën e transfuzionit të gjakut në QKKTG në Prishtinë kryhet një punë fenomenale sa i përket dhënies së gjakut dhe pranimin e dhuruesve të gjakut, sepse ekipa gjithmonë janë të gatshëm të punojnë edhe të pranojnë dhuruesit të gjakut. Në QKKTG dhe në të gjitha qendrat transfuzionit të gjakut
si që ceka, miret, gjak edhe pranohen në dhurus që në orët e hershme të mëngjesit, edhe deri në orët e vënshme, edhe po ashtu gjithmonë edhe gjatë vikendeve punohet, pranohen dhurus, vullnet mirë, edhe është gatishmëria 24 orë që do thot kryet nga ekspertet transfusionit e gjakut, nga transfuziolog. Rresht tash jemi në javën e dhurimit gjakut, javën dita botërore është me 14 qershor, do thot pas 2 ditëve, po edhe gjatë javës. Gjakut. Edhe ju keni angazhimet e juaja. Po ta dëshirë që pës ju do t'jetë një vetëmja specialista aty. Çfarë mendoni sa i nevojitën gjakove specialistat të ri dhe mendoni që jemi vanu pak sepse nëse sot e marrin specializimin për transfuzion nevojitet një mjekut 4 vite deri sot dalin, edhe a konsideroni si sfidë, edhe pse jeni shumë me motivuar dhe e kemi vërtetuar këto për të kontribuar, po jeni veçni. Çfarë mendoni si mund t'ja bëni që t'jeni jo shumë stresuar, po të njëjtën kohë edhe efikas? Sa i përket transfuziologëve në përgjithësi në Kosovë, sidomos në komunën tonë, vërtet ka pak, mos të them, sepse vërtet duhet me pas ma shumë transfuziolog, se kërkesat për gjak dhe produktet e gjakut asnjëherë nuk ndalen, edhe dim që kryen një punë fenomenale sa i përket punëve që bëhen, duke nisë prej qendrës së Prishtinës edhe të gjitha qendrave tjera, edhe normalisht që mirë kishte qenë me pas ma shumë transfuziolog, e sidomos për qytetin tonë, sepse jam e vetmja transfuziologe. Unë do mundohem maksimum të bëj, ta jap kontributin tim, edhe të punoj me përpikëri, me gatishmëri. Mirë po, me qenë edhe dikush tjetër transfuziolog, shpresoj që të vi dikush edhe pas meje, normalisht që është si një kraj djatë edhe do ta kem ndoshta pak më të lehtë punën edhe sfidat që do të më presin. Do thash, jemi tani në fund të emisionit, me që e përmenda disa që jemi në javën e transfuzionit apo dhuruzit të gjakut, po ta dëshirë të kuptoj diçka më shumë nëse keni ju ndonjë mesazh për publikun. Me qenë se jemi në prag të javës së dhurimit të gjakut, por edhe gjithmonë, pavarësisht a s'është java dhurimit të gjakut, mesazhi im është që dhuroni gjak, shpëtoni jetë. Të gjithë ata që gëzojnë shëndet të mirë të dhurojnë gjak, sepse ka vërtet shumë benefite dhurimit i gjakut, duke nisë prej benefite shëndetësore, mandej benefiteve tjera. E dim që dhurimi i gjakut, benefitet shëndetësore janë shumë ndaja, sa i përket dhurimit të gjakut, duke nisë që vërtet është gjendja emocionale, humane, shumë e mirë, shumë e madhe, që ato vete kum provu, edhe pse, si që theka ma herët, nuk i dihet kur jetës. Sot mund të jem dhuruese, nesër pacient. Unë një kohë ma herët, para 5 viteve, kom qenë vetë pacientët që ku marrë gjak shumë, edhe produktet e gjakut, kështu që tash jam edhe dhuruese e gjakut, e rregullt. Janë benefitet shëndetësore, gjendja domethënë emocionale, akti human, mandej lirohesh prej stresit, të gjitha ata persona që kanë probleme të ndryshme, sidomos me hipertension, stabilizohet tensioni, rritjet e vlerave të trigliceridëve ose kolesterolit, po ashtu prap këta persona vetëm nisin me i stabilizu ato vlera. Domethënë gjitha aspektet shëndetësore ndihen shumë më mirë, sa i përket qarkullimit të gjakut, sistemit kardiovaskular, e kështu me radhë. Mandej benefitet tjera janë që të gjithë dhuruesit vullnetar pajisen me kartelat të dhuruesve të gjakut. Ajo është, domethënë, një dhuratë që vërtet duhet vlerësuar. Mandej
të gjithë dhuruesit vullnetar që pajisen me ato kartela të dhurimit të gjakut, lirohen prej të gjitha pagesave që bën qoftë në shërbimet primare, sekondare apo terciare, sepse faktikisht ai dhurues po kontribon për pacientin edhe meriton edhe ato benefitet që i ka edhe gjitha të mirat. Edhe këtu janë shumë arsi, unë kisha pas dëshirë dhe fotën e fundit na prezentoni, do thot me datën 14 qershor është dita edhe dhuruesve apo dhurimit të gjakut. Do të shumë faleminderit për kohën edhe për gjitha këto shpjegime. Unë juve ju uroj një punë të mbarë, bashkëpunim të mirë, se patjetër edhe kolegë tjerë që do të punojnë me ju në spital duhet ta kryejnë punën e vet si duhet, sikurse edhe ju. Dhe për fund e kam një pyetje personale, doktoresh, për ju. Për fat të keq mjaft specializonda gjatë, do thot mjek të cilët kryejnë specializime, nuk janë edhe aq shumë të përkrahur nga mentorët e tyre në nivel vendi, por ju e keni një përvojë krejt tjetër dhe jeni shumë falendëruese për mentorën e juaj, edhe për mjek tjerë. Kisha pas dëshirë të na tregoni pak përvojën e juaj në këtë aspekt. Pyetje shumë e vend. Doktor, unë jam falendëruese pafund për drejtoreshën e transfusionit të gjakut, doktoreshën Bukurie Zhubi, sepse vërtet e kum pas përkrahjen maksimale gjatë periudhës së specializimit, edhe pothuajse të gjitha kujdestarit i kemi mbajt bashkë gjatë kësaj periudhe. Ka qenë mbështetja më e madhe imja, e cila vërtet ka dhënë maksimumin dhe kemi fituar edhe dituri shumë të madhe për saj, këshilla për jetë. Po ashtu jam falendëruese edhe ndaj mentorës klinike times, doktoreshës Barie Halili Gjocaj, që më ka përcjell gjatë 4 viteve të specializimit, edhe të gjithë doktoreshave dhe doktorëve kolegë që komponu gjatë këtyre 4 viteve në CKKDG Prishtinë. Do thash edhe shumë faleminderit. Shpresoj që do të takohemi edhe në misione tjera, pse jo edhe në aktivitetet e juaja, kudo që keni nevojë të vësyr, me padyshim do të jetë prezent. Atëherë sot na informoni edhe na tregoni për kohën edhe vendin. Faleminderit shumë, doktor, jam mirënjohëse, sepse vërtet duhet sa më shumë me bë promovimin e dhurimit të gjakut në mënyrë që të arritim numrin e dhuruesve vullnetar. Padyshim, të dashur miq, shumë lëmtime janë bërë lidhur me lumturinë dhe shumicën duhet ta kemi parasysh se përgjegjja kryesore ka qenë se njerëzit më të lumtur nuk kanë qenë ata që marrin më shumë, por ata që japin më shumë. Unë kaq kisha për sonte, bashkë me Aposh. Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hektor Binishi, për te mjekësisë.